Hello friends, welcome back and happy Saturday. Today is February 14 and happy Valentine's Day everybody. Ja ku jemi në ditën e Valentine's Day. Wait, another video, edhe kjo është Valentine's Day video, edhe ja ku jemi me 14 February, Happy Valentine's Day everybody, edhe kështu që ja ku jemi emision në mëngjes, është ora 9 për të gjysës, kështu që po dalim në tregun e gjërave të vjetra dhe të shohim se qa kemi, si kemi, dhe kështu që po fillojmë edhe ditën e Valentine's Day për ta celebruar dhe të shohim sa kemi dhe qa kemi, kështu që e shohim edhe ditën e sotit. Ka e kemi ditën e Independence Day, edhe i kam vendos flamurat. Shiko, jemi këtu. Dhe shiko sa është koha vranët sot. Shkojmë për shetitim ishin në tregun e gjërave të vjetra. Shka se sa bukur i ka vendos. Shka se sa bukur po duken. Të gjitha rënë. Sa bukur po duken. Shiko. Edhe vranët. Ja ku jam këtu dhe ja ku jemi përsëri and today te parku, sot jemi dalë, është paradite, po shetitim dhe kam dalë në tregun e gjërave të vjetra, nuk mora asgjë, por kam marrë një picë për të ngrënë edhe për atë arsye jam edhe këtu, kështu që edhe du me ngrëm pizzën edhe me shku të poshtë, paska nuk po t'ja me marrë dhe qka për Valentine's Day, shka këse na dyqanit i kanë lëshu lirë. Kem pasat me shku në krye qytet për me shetit për Valentine's Day, por që deri më tani nuk ka asgjë. Kështu që do t'jemi këtë. Ja ku është pizza ime. Që që të shohëm se si do t'ja bëmë, qka do t'ja bëmë. Dhe për hakta edhe për shumë të poshtë. Ja ku jam këtu edhe idha në shtëpi, isha në për dyqane edhe mora të qka kështu, tani po du mi regullu edhe po du mi largu disa gjana, disa kështu edhe të shohim se për mi regullu diçka kështu. Nuk po di si mi jam po, qështët, mi largu edhe pju tregoj se qka mora. Në dyqanin e 1 eurove e mora qëta, shko se sa bukur sa e mirë, edhe po du me regullu qëtu, qështët, për mi vendos edhe disa gjana tjera, qështu, kam nevoj edhe për disa gjana tjera, ndoshta për mu regullu, qështu, opshe, i kam këtu, edhe ndoshta qështut, shka, janë këtu, 3 këtu, është kjo këtu, për me i siguru qështut, ndoshta qështut, ka të gjana tjera, shika, është edhe kjo këtu, qëta duna mija hekën, edhe ja ku janë shtët, dhe ndoshta edhe pallomat, s'po me kuptu qështu, edhe gjërat të cilës, se për shkak se më kanë jon rrit, i ko marrë qëtu ma tepër, qëtu jon meksi, edhe qëto se kom hap heq, qëta kom qëtu pallomat, edhe qështu
Këtu palluma qëtu, ndoshta mi hegi sa palluma vi vendos qëtu edhe me vendos këto. Kështu qirinjt. Okej, qështët. E mora një parfum për maman time edhe po e lo qëtu. Ble një herë po e lo qëtu edhe pastaj ja japi për festa. Kur është ndonjë fest, ja japi këtu. Ja ku është e mirë. Mora hapa qështu. Edhe qëtu duna mi gjujt. Kurse këtu duna mi vendos qëtu. Okej. Qëtu ndoshta duna mi gjujt qëtu. Edhe qëta si o kry, edhe qëtu me heken. Edhe qëta qështu. Me largu. Edhe këta me vendos qëtu. Kështu që ja ku jemi për Valentine's Day. Me gjana. Okej, edhe qëta qështu. S'pati qëta me lonë qëtu një herë. A më vynë dëshka po jo. Po mas mirë të qështët. Nëse më vynë me qitën e me pop tashtë për Easter. Me dekor. Okej. Qështët. Ja ku jam tani këtë është ora 15:01. Prak po du me te altari këtu dhe kemi një tjetër ritual në ditën e Valentine's Day, një ëmbëlsirë të cilën do ta ham dhe do ta bëm kështu të tamam ritualin e ëmbëlsirës dhe për ta thritur dashurin për të ardhur, kështu që po e bëjmë edhe do t'ju tregojmë. Po edhe që qirion qëtu. Okej. Qështët edhe 2 qiri të ndezur me 2 zemra, 3 zemra dhe rituali. Shiko se sa interesant, bukur. Dhe tani po du m'ju tregu se si bëhet rituali i dashurisë. Së pari po të m'ju tregu se çka ju nevojitet për me bo altarin, për me bo një ritual të ëmbëlsirës. Kemi këtu rrethin e jetës, e kemi një pjatë me zemër dhe e kemi një cooking këtu me zemër. E kemi të ndezur këtu qirion me zemër, heart këtu, edhe këtu qirion me zemër, heart, edhe heart këtu, kështu që kemi I love, edhe ja ku e kemi zemrën e madhe këtu, dhe kjo është altari i dashurisë, altari i Valentine's Day, dhe kjo është një ritual këtu të cilën shiko se sa bukur po duket, fantastike kështu dhe mirë. Do ta bëjmë ritualin duke lutur një herë për të na dhënë dashurinë dhe pastaj duke ngrënë këtë ëmbëlsirë për ditën e Shën Valentinit që të na jep dashuri. Dhe ja ku jam këtu, ku e kam edhe ëmbëlsirën time këtu, të cilën po e bekoj ëmbëlsirën me qirion dhe po kërkoj dashurinë, që të na jep dashurinë, që ta ngrën dashurinë dhe kështu që kemi me këtë qirion këtu dhe me dashurinë Perëndia, me jep dashurinë dhe më mundsoj që dashuria të jetë gjithmonë e drejtë, e pastër, e sinqertë, e reale dhe kështu të me radhë. Dhe ja ku jam duke bekuar keksin edhe tani do ta ham këtë keks. Ja ku është keksi këtu.
Dhe kjo është rituali që bëhet në ditën e Shën Valentinit për të ngrënë diçka me zemër, për ta bekuar, më për të kërkuar dashurinë e vërtetë. Pastaj tani lutemi edhe me lutjen e Shën Valentinit, të cilën është dhe kërkon dashuri. Këto janë pra. Që të dy. Kështu. Na jep dashurinë. Na jep dashuri. Shiko se përsëri again today, sa vranët, është shumë vranët dhe shumë terë, vetëm që s'ka roshi, kështu që shiko se shumë vranët, shumë vranët. Shiko se sa është vranët, edhe jashtë edhe mrena në dhumë, por unë po bi pak me pushu, dhe po flej pakës mbas dite, dhe të këqyrim kur qumë pastaj. Kur farë aktiviteti tjetër s'kam për Valentine's Day, kështu që shumë keq. Ja ku jam këtu dhe ko nuk muta më nënqisu asgjë dhe kisha një Valentine's Day të lodhur. Kështu që kisha musafir dhe nuk mujta asgjë me bë tjetër për shkak. Kishim musafir, është ora 2:15 e natës dhe unë tani po shkoj po vlen vetëm po e përfundoj edhe vitin edhe sot nuk i kemi ato për mi rregullu, vetëm po rregulloj qështu po e ndreqi dhe po e përfundoj vitin. Kështu që me sot Valentine's Day përfundon dhe fillon tomorrow another video e kemi me San Faustino Day, a Singles Day. Kështu që të shohim si do t'ja bëjmë, si do t'ja e kemi qëtu edhe 2 kështu të cilët është edhe qikja qëtu qështu dhe të shohim. Okay, Valentine's Day today finish, na tomorrow kemi edhe San Faustino e pastaj kemi Independence Day, dhe të bëjmë dekor edhe si sot që kom tregu që kam fillu mi vendus. So, në qoftë shtu të që mësë më në ti qa dhe po i luj po të shumë sa të të largoj. Mo, ko shumë sene për të largua. E përfundojmë vitën edhe këtu shkoj me flej. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj vite të cilën kem përgatit për Valentine's Day për this year 2026. Gjithë që pëlqen vitja mia bëni like, bëni subscribe për në pa të gjitha vitja mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me San Faustino Day.